Ky është epizodi i fundit i vitit. Lejomni të bëj edhe një shënim disit përveç. Shqipëria është 700 tenxhereve politike mediatike ku zihen me histeri gjithë llumi i gjysmë vërtetave që janë dhe gënjeshtat më të mëdha, ku linçohen njerëz dhe familje pa asnjë gajle për lloj-lloj arsyesh të mos arsyes, nga gjobat e portalegjinjve tek likësitë e poteregjinjve dhe mllefet e pallavragjinjve, nuk e bund dhe nuk e zbraps dot kurse si Shqipërinë të gjithë kapitujt të hapur të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shqipërinë turistike me aeroportin kryesor të rajonit që për të disatin vit dhe këtë vit ka lënë mbrapa aeroportin historikisht kryesor në Ballkan, atë të Beogradit. Shqipërinë e transformimit digjital dhe të rritjes qëndrueshme ekonomike, ku paga mesatare ka arritur tani më në 830 euro. Shqipërinë e transformimit epokal të infrastrukturës, ku kantiere të reja hapen çdo vit, qoftë për arteret e mëdha të vendit dhe qoftë për ato të vogla. Shqipërinë e sovranitetit energjetik, e cila brenda këtij mandatit 4 do të jetë eksportuese neto energjisë dhe s'do të paguajë më as 100 darkë për të blerë energji jashtë vendit. Shqipërinë e rilindjes së industrisë ushtarake, e cila do të mikpres samitin e NATO-s në 2027 dhe do ta mbrojë ditë qiellin me dronët e prodhuar këtu në vendin tonë. Shqipëria 700 tenxhereve politike, mediatike dhe histerike nuk e mund dhe nuk e përul dot as në moralin e luftës kundër korrupsionit, Shqipërinë e reformës në drejtësi, Shqipërinë e pavarësimit drejtësisë nga pushteti politik, Shqipërinë e qeverisur nga forca e pasionit dhe vullnetit shtetëndërtues, ku për herë të parë në histori një parti në pushtet i hap rrugën drejtësisë për të pastruar me fshesën e ligjit dhe oborin deri dje të ndaluar të pushtetit politik, përfshir edhe pjesën e saj në ato obor. Kjo është Shqipëri, Shqipëria ime, Shqipëria juaj, Shqipëria e atyre që sot janë fëmijë dhe që meritojnë një vend të sundimit ligjit dhe jo të sundimit llumit. Nuk do të mundet dhe as do të përulet dot nga Shqipëria 700 tenxhereve politike mediatike që nuk duan drejtësi për Shqipërinë, po duan destabilizim, duan rrëmuj, duan shkatrim në dëm të Shqipërisë. Nuk duan drejtësi me ligj, po hakmarrje me llum. Nuk duan drejtësi, po vetgjysi, linçime, poshtrime. Ne do të vazhdojmë të luftojmë për drejtësinë që i ka munguar këtij shteti qysh në linjën e tij 100 e kusur vjet më parë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim organet drejtësisë. Me gjithçka kemi në dorë për të bërë detyrën e tyre dhe do të mbetemi garantët e palëkundur të reformës në drejtësi dhe të pavarësisë drejtësisë nga politika, duke vazhduar të mbetemi zëri dhe forca më e madhe shqiptarëve për Shqipërinë që askush tjetër nuk e mbron dot si ne, nuk e ndryshon dot si ne, nuk e bën dot siç do ta bëjmë ne. Shqipërinë në Bashkimin Evropian.